Komisioni Regulatori i Energjetikës vendos për çmime të reja. Nga 1 janar i vitit të ardhshëm shtrejtohet energjia elektrike. Presidentja Gordana Siljanovska deklaroi se vendit i duhen garanci të qarta nga Bashkimi Evropian dhe Bullgaria. Opozita kritikon fjalimin e presidentes. Kandidatët e 4 komunave kërkojnë mbështetjen e qytetarëve në zgjedhjet e përsëritura lokale. Protest në shkollën 26 Korriku në Shutk, disa mësimdhënës bojkotuan mësimin për shkak të shkarkimit të drejtorit. Të nderuar shikues, përshëndetje. Komisioni Regulatori i Energjetikës ka njoftuar për çmimet të reja të energjisë elektrike. Drejtori Marko Bislimovski informoi se për bllokun e parë çmimi i energjisë elektrike do të rritet për 2.45%, për bllokun e dytë për 2.87%, për bllokun e tretë do të rritet për 3.32%, ndërsa për bllokun e katërt për 3.84%. Çmimi i rrymës do të shtrejtohet nga 1 janari me disa denar. Kryetari Komisionit Regulator për Energjetikë, Marko Bislimovski, informoi se për bllokun e parë, çmimi i energjisë elektrike do të rritet për 2.45%, për bllokun e dytë do të rritet për 2.87%, për bllokun e tretë do të rritet të 3.32%, ndërsa për bllokun e katërt për 3.84%. Për tarifën e lirë, Komisioni Regulator për Energjetikë ka vendosur një rritje prej 2.50%. Bislimovski tha se kërkesat që kishin ardhur nga Evono Home ishin për rritje mbi 8% në bloqe të ndryshme tarifore. 63.86% anvisërive kanë konsum vetëm në blokun e parë dhe në një tarif të lirë. Kjo është 517.400 familje, 20.97% ose 169.900 anvisëri kanë konsum në blokun e parë dhe të dytë, ndërsa 1.73% e familjeve kanë konsum në të tre bloqet. Pavarësisht uljes së mëparshme të tarifës së rrjetit me 4.96%, tarifa prej 200 denarësh mbetet pjesë e faturave. Ndërkaq, Bislimovski sqaroi se për familjet që konsumojnë më pak, efekti do të jetë i kufizuar. Për një anvisëri që ka konsum vetëm në blokun e parë prej 210 kWh, fatura mujore rritet me 57 denar. Për anvisërit me konsum në blokun e parë dhe blokun e dytë, fatura rritet me 70 denar. Komisioni theksoi se modeli tarifor i bllokut mbetet i pandryshuar me qëllim mbrojtjen e familjeve me konsum më të ulët, ndërsa kostot më të larta do të vazhdojnë të nënkuptojnë çmime më të larta të energjisë elektrike. Në fjalimin e fund vitit para deputetëve, presidentja Gordana Siljanovska ka deklaruar se vendit i duhen garanci të qarta nga Bashkimi Evropian dhe Bullgaria për siguruar parashikueshmërinë e procesit. Sipas presidentes, në peshorën e BE-s, ndryshimet kushtetuese vlejnë më shumë se sa reformat reale. Presidentja Gordana Siljanovska ka mbajtur para deputetëve fjalimin vjetor, në të cilin ka folur për të gjitha temat dhe ngjarjet që kanë ndodhur gjatë vitit kalendarik në Maqedoninë e Veriut. Sipas presidentes, në peshorën e Bashkimit Evropian, ndryshimet kushtetuese vlejnë më shumë se sa reformat reale. Duke folur për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, ajo deklaroi se vendit i duhen garanci të qarta nga Bullgaria, po edhe nga BE-ja për të siguruar parashikueshmërinë e procesit. Kudo që shkova, mbrojtë të drejtën tonë kushtetuese për anëtarësim në Europë. Kudo theksova mos përputhjen paradoksale që kemi pasur statusin e kandidatit për anëtarësim për 20 vjet. Pa garanci të qarta nga BE-ja dhe Bullgaria dhe pa masa mbrojtëse të përshtatshme, me një ndryshim tjetër kushtetues rrezikojmë të dalim nga procesi, ashtu siç doli nga deti plaku e Hemingwayt, vetëm me kocka peshku, me një identitet të zhveshur kombëtar dhe kulturor. Foli edhe për zjarrin në diskotekën Puls, jetët e humbura, korrupsionin, po edhe reformat në drejtësi. Suksesi i reformave gjyqësore do të varet nëse gjyqësori ynë do të ketë forcën për të thënë jo, kur politika thot po. Është e qartë se pa një kuadër ligjor të pajtueshëm me praktikat më të mira europiane, nuk mund të ketë sundim të ligjit. Reforma duhet të udhhiqen nga parimet dhe jo nga interesat partijake, nga juritë dhe integriteti, jo nga besnikëria ndaj partisë.
Fjalimin e presidentes e ndoqën deputetët e partive politike, përfaqësues të bashkësive fetare, kryeministri, por jo edhe ish presidentët Pendarovski, Ivanov e të tjerë, të cilët edhe pse ishin të ftuar, nuk morën pjesë. Fjalimi vjetor i presidentes është kritikuar nga opozita dhe është lavdruar nga deputetët e pushtetit. Sipas deputetëve të opozitës, Siljanovska ka folur sikur të ishte deputete e mandatit kaluar nga radhët e VMRO DPMN-s dhe është arrestuar pas qëndrimeve të shumicës për bllokim të procesit evropian. Ndërsa deputetët e pushtetit lavdruan fjalimin e presidentes dhe thanë se përcaktimi i saj është i njëjtë me atë të qytetarëve. Fjalimi vjetor i presidentes Gordana Siljanovska-Davkova para deputetëve ka nxitur reagimin e deputetëve dhe të partive politike. Në reagimin e tij pas fjalimit të presidentes, kreu i lidhjes social-demokrate Venko Filipçe ka deklaruar se presidentja zgjodhi të arreshtohet pas qëndrimeve të shumicës parlamentare për bllokim të procesit evropian e jo të shumicës së qytetarëve që duan integrimin e plotë të vendit në Bashkimin Evropian. Se potvrdua дека ova vlada U konfirmua edhe njëherë se kjo qeveri dhe sot presidentja me mbështetjen e saj po e çojnë Maqedoninë në izolim, se rruga europiane për ne është tashmë e përfunduar, nuk do të ketë kurrë reforme dhe do të vijojë një krizë e madhe. Më vjen keq që presidentja nuk u rreshtua krah shumicës së qytetarëve, të cilët duan që shteti të përfundojë procesin e integrimit. Për dallim nga Filipçe, në një vim me fjalët e presidentes u rreshtuan deputetët e shumicës VMRO DPMN, deputeti Antonio Miloshovski ka deklaruar se presidentja është krah qytetarëve dhe me qëndrimet e saj mbron interesat e shtetit. Ono što je važno da se napomene Është me rëndësi të thuhet se qëndrimi i saj principial është i ngjashëm me mendimin e shumicës së qytetarëve në vendin tonë. Përcaktimi ynë është integrimi evropian dhe në këtë aspekt nuk kemi asnjë hamendje për këtë. Por, në të njëjtën kohë, me imponim të çështjeve bilaterale jashtë kriterëve të Kopenhagës, vihet në pikpyetje siguria e rrugës deri tek qëllimi. Kundër presidentes doli edhe Rina Hajdari, e cila në rolin e koordinatorës së grupit parlamentar të Frontit Evropian tha se Davkova foli sikur të ishte deputete dhe jo si presidente, shtoi se qëndrimet e saj janë të njëjta me të VMRO DPMN-s. Presidentja e shtetit foli sikur të ishte deputete nga mandati i kaluar dhe jo si një presidente e shtetit e cila duhet të përfaqësojë të gjithë qytetarët pa dallim. Presidentja fliste për disa forca të treta, të cilat ndikojnë në prishjen e rendit dhe sigurisë Maqedonisë së Veriut dhe nuk e qartësoi se për cilat forca e kishte fjalën. Përmbajtja e fjalimit të kryetares së shtetit ishte në vijim me politikën e partisë e cila është në pushtet. Si të dobët dhe jo përmbajtësor fjalimin e presidentes e cilësuan edhe nga Levica, Amar Mecinović tha se presidentja foli për gjithçka, por jo për ajrin e ndotur, për fajt të secilit, së murën e vdesin një numër i madh i qytetarëve. Se dokazua grizha zaidni Ngrihet alarm për ndryshime klimatike dhe rreziqe planetare, por mbizotron heshtja për Shkupin, Tetovën, Kumanovën, Manastirin dhe qytete tjera në për të cilët vdesin njerëzit tanë. Çfarë presidenti është ai president që injoron shkatërimin material dhe fizik të Maqedonisë dhe shkatërimin e lumenjve, natyrës, maleve, po dhe në fund edhe të njerëzve që përbëjnë këtë shtet. Ndonse opozita e kritikoi, në mbështetje të presidentes dhe qëndrimeve të saj doli edhe partia tjetër e shumicës parlamentare ZNAM, ndërkaq deputet të Vlenit nuk e komentuan fjalimin e presidentes. Analistët në emisionin Debat në Shenja kanë komentuar zhvillimet e fundit politike, veçanërisht ato në Bashkimin Demokratik për Integrim. Analisti Ilir Luma ka komentuar rezolutën në Kongresin e fundit BDI-s, ku potencohet karakteri unitar i shtetit, duke theksuar se BDI-a ka nënshkaluar parimet mbi të cilat u themelua kjo parti. Edhe analisti tjetër Qenan Aliu deklaroi se teksti i rezolutave është një copy-paste i retorikës moderne politike. Analistët politik vlerësojnë se Kongresi i BDI-s i mbajtur më 20 vjetor kishte një karakter formal dhe ishte i domosdoshëm për funksionimin e partisë, ndërsa politizimi i temës së karakterit unitar të shtetit nga BDI-a konsiderohet i panevojshëm dhe i diskutueshëm. Analisti Ilir Luma gjatë emisionit Debat në Shenja deklaroi se Bashkimi Demokratik për Integrim të shtunën ka mbajtur një kongres të detyruar, pavarësisht nëse data ishte e parapara apo jo në kalendarin partijak. Ai theksoi se në renditje si pikë e parë duhet të përfshihej analiza e punës së deritanishme të partisë, si dhe që kjo analizë të ishte pjesë e rezolutës përfundimtare të Kongresit.
BDI-sit. Duke folur për rezolutat e miratuara, ai tha se në rezolutën e parë ku potencohet karakteri unitar i shtetit, BDI-ja ka anashkaluar parimet mbi të cilat u themelua kjo parti. Në një farë forme, BDI-ja filloi të aklimatizohet konform kushtetutës aktuale. Veprimi i matutjeshëm i BDI-s, gjithsesi sipas rezolutave të aprovuara, do jetë në funksion të respektimit të kushtetutës aktuale. Shifni, unë nuk mund të them devijoj termin, se është termi rënd, por anashkaloj disa parime themelore për çka u themelu kjo parti, si trashëgimtare, si një subjekt që doli nga një konflikt ku mbaroi, ku ceket edhe në rezolut, me marrëveshjen e Ohrit. Ndërkaq, sipas analistit Kenan Aliu, teksti i rezolutave është një copy-paste i retorikës moderne politike. Ai shtoi se nga numri i përgjithshëm i shteteve të regjistruara në Kombet e Bashkuara, shumica dërmuese e tyre kanë karakter unitar, që sipas tij e bën të panevojshëm politizimin e kësaj çështje nga ana e BDI-s. Kam bërë edhe një ditë një qasje të shkurt. Unë mendoj se Bashkimi Demokratik për Integrim është partia e vetme në historikun e pluralizmit në Maqedoni, e cila këtë test të karakterit unitar të shtetit e ka të etabluar në mënyrë brutale dhe infantile. Pra, si shta dhe zoti Luma, çdo kryeministër dhe çdo qeveri angazhohet për karakterin unitar të shtetit. Por këte nuk ka ndonjë justifikim politik ta bëjë një parti kaq serioze si BDI-ja për të thirrë në karakterin unitar të shtetit. Përndryshe, termi unitaritet në politik i referohet ruajtjes së karakterit të shtetit si një entitet i bashkuar dhe i pandashëm. Koncepti thekson se shteti nuk duhet të ndahet gjeografikisht ose etnikisht dhe se sovraniteti i tij përket të gjithë qytetarëve në mënyrë të barabartë, pa u ndarë në territore autonome apo federale bazuar në përkatësinë etnike. Në Gostivar, vrapqisht, Qendër Zhup dhe Mavrov, Rostush, ku nuk u arrit censusi, po vazhdon fushata parasjedhore. Kandidati koalicionit vlen për komunën e Gostivarit Nevzat Bejta tha se po kërkon ta shpëtoj Gostivarin, ndërsa kundërkandidati i tij nga AKI, Valbon Limani, kërkojnë nga qytetarët që ta rikonfirmojnë mbështetjen. Mbështetjen nga qytetarët kërkuan edhe kandidatët e vrapqishtit. Kandidatët që konkurojnë për zgjedhjet e përsëritura lokale në 4 komuna janë nisën garës për të parin e komunës. Kandidati i koalicionit vlen për komunën e Gostivarit, Nevzat Bejta, në hapjen e shtapit zgjedhore falenderoi Vlenin që e kanë mbështetur kandidimin e tij për, siç tha ai, ta shpëtuar Gostivarin nga shkatërrimi dhe vjedhja. Besoj në bashkëpunim me koalicionin Vlen, me qeverisjen, me partnerët e qeveritar. Besoj se do të kalojmë këto. Edhe qyteti jonë do marrë një pamje tjetër. Unë kam vizituar fshatra, lagje. Gjithë qytetarët janë të zhgënjur, shumë të zhgënjur dhe janë të mblefosur, të revoltuar. Edhe gjithë më falenderohen, thë shqyrë se pranove bebir, u gëzuam shumë. Kandidati AKI-s për Gostivarin, Valbon Limani, duke i falenderuar qytetarët që kanë mbështetur në raundin e parë, ju kërkon që këtë herë ta konfirmojnë mbështetjen për të. Personalisht nuk besoj fort tek premtimet e fushatave se ndodh ndonjëherë të mos mbahen. Ndaj edhe vetë ato që bëm ishin aq sa vërtet mundemi dhe vërtet do të bëhen. Aq sa kemi vizion të realizojmë, do të shndrojmë jetën tonë dhe qytetin tonë për më mirë. Edhe në Vrapqisht u hapën shtabe zgjedhore për zgjedhjet e përsëritura. Kandidati AKI-s në Vrapqisht, Isen Shabani, mandatin e ri e kërkon duke u bazuar në punët që thotë se i ka bërë gjatë kohës së tij në krye të komunës. Kërkojmë mandat sipas punëve kryetar, punët që kemi bërë në për shkolla duke filluar, duke qenë më primare për fëmijët tanë, gjeneratat tona, të cilat ata do të na pasojnë neve dhe ne shpresa jonë është tek ata. Nuk kemi lënë kryetar shkollë pa ndërtuar, me standardet më inovative, standardet më të reja, si gjithë shtetet europiane në këtë kohë bashkohore. Në garë me të në Vrapqisht do të jetë kandidati i pavarur Zulhajrat Demiri, i mbështetur nga koalicioni Vlen dhe ASH-ja e Selës.
Pjesëmarrja e gjerë dhe energjia pozitive dëshmuan unitetin dhe besimin e qytetarëve në vizionin ton për një komunë më të zhvilluar, më të drejtë dhe më afër nevojave të tyre. Ky shtap do të jetë vendi ku do të dëgjohet çdo zë dhe ku do të ndërtohet bashkë armja jone e përbashkët. Fushata ka nisur edhe në qendër Zhup, ku ka vetëm një kandidat për kryetar komune, Arjan Ibrahim nga Partia Demokratike e Turqve, ndërsa në Mavrov Rostush ka 2 kandidat, Oner Jakupovski i mbështetur nga koalicioni Maqedonia Jote udhëhequr nga VMRO DPMN dhe Anes Ahmeti Lidhjes Social-Demokrate. Disa prej të punësuarve në shkollën fillore 26 Korriku në Shutk kanë bojkotuar mësimin në shenjë proteste për shkarkimin e drejtorit Driton Ganiu dhe emërimit të Besares Sejdiut në krye të këtij institucioni. Zëvendës drejtori i shkollës Sadri Arifi tha se kjo që po ndodh në shkollën 26 Korriku është e paligjshme. Vend të mësimit në shkollën fillore 26 Korriku në Shutk është protestuar pasi është shkarkuar drejtori i kësaj shkolle Driton Ganiu. Të revoltuar nga ky vendim, mësimdhënësit dhe punonësit e shkollës sot kanë bojkotuar mësimin, të cilët kanë shprehur pakënaqësinë e tyre ndaj emërimit të Besares Sejdi në krye të këtij institucioni. Stafi mësimor shprehet kategorikisht dhe pa më dyshe kundër riemërimit të saj. Pasi një veprim i tillë bie ndesh me interesin publik, parimet e menaxhimit funksional të institucionit edukativo arsimor dhe gjendjen reale në kolektiv. Ndërkaq, zëvendës drejtori i shkollës Sadri Arifi tha se kjo që po ndodh në shkollën 26 Korriku është e paligjshme, pasi ai tha se drejtori Driton Ganiu ka mandat edhe 4 vjetë dhe i plotson të gjitha kushtet e nevojshme. Na si kolektiv nuk duhet të jemi viktim, jo vetëm na si kolektiv, por edhe nxënësat, se faktikisht bëhet fjalë këto për 2200 nxënës, bëhet fjalë për 150 profesorë arsimtarë, edhe këta duhet edhe komuna, edhe Ministria e Arsimit, edhe pushteti qendror, edhe pushteti lokal, duhet këtë punë njëherë përgjithmonë të pastrojë, sepse nuk mundën për interesat e dikuj ku i kujtohet ta ndrojë drejtorin brenda natës, kur drejtori ka mandat edhe 4 vjet, domethënë gjitha kushtet i plotson plus kolektivi e përkrahur. Stafi mësimor kërkon publikisht edhe në mënyrë formale që drejtoresha e mëruar nga komuna Besares Sejdi të mos vazhdojë ushtrimin e funksionit të drejtoreshës dhe që në funksion të drejtorit të mbetet drejtori aktuale Driton Ganiu. Ata theksojnë se bojkoti dëmton nxënësit, të cilët humbin mësimin në prag të përfundimit të gjysmëvjetorit, por gjithashtu njoftojnë se orët e humbura do të kompensohen. Maqedonia Veriut dhe Turqia kanë nënshkruar protokoll të ri mbi rregullat e origjinës si pjesë e marrëveshjes së tregtisë së lirë midis dy vendeve. Protokolli është nënshkruar nga ministri i jashtëm dhe i tregtisë së jashtme i Maqedonisë Veriut Timço Mucunski dhe ambasadori turk në Shkup Fatih Ulusoy. Protokolli harmonizon rregullat e origjinës me konventën pan-euromesdhetare duke krijuar kushte të përmirësuara tregtare, konkurrueshmëri më të lartë dhe procedura më të thjeshta eksporti, tha Mucunski në një reagim nga rrjetet sociale. Ndërkaq, në një reagim nga ambasada turke në Shkup thuhet se rregulloria në fjalë synon të thjeshtësoj rregullat lidhur me përcaktimin e origjinës së mallrave të tregtuara midis Turqisë dhe Maqedonisë Veriut dhe të kontribuojë pozitivisht në tregtinë e ndërsjellë. Marrëveshja e tregtisë së lirë midis Maqedonisë Veriut dhe Turqisë u nënshkrua më 7 shtator 1999. Përderisa vëllimi tregtar midis Maqedonisë Veriut dhe Turqisë është rreth $1 miliard, qëllimi është që ky vëllim të rritet në $2 miliard. Është me temë lajmet, qeveria shqiptare është skualifikuar nga Ministeriali i Energjisë Bashkimit Evropian në një vendim të datës 18 dhjetor. Ky ministerial ka vendosur të ndëshkojë qeverinë shqiptare për shkak të detyrave që kjo e fundit ishte zotuar të realizonte në sektorin e energjisë. Në këtë vendim të BE-s thuhet se qeveria shqiptare duhet të raportojë gjatë vitit 2026 se çfarë hapësh do ndërmarrë në korrigjimin e problemeve të konstatuara në politikat e energjisë. Kujtojmë se përjashtimi nga ky program i Shqipërisë lidhet drejt për drejt me 3 projektligje që ishin përgjegjësi e ministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, e cila zyrtarisht është e pandehur nga SPAK për disa akuza. Konkretisht bëhet fjalë për projektligjet Teci i Roskovecit, anijet energjetike Tigrat në Vlorë dhe linjat e interkoneksionit evropian.
Gjykatat në Hagë ka refuzuar kërkesën e mbrojtjes Kadri Veselit për lirinë përkohshëm dhe ka urdhëruar vazhdimin e paraburgimit të tij në qendrën e paraburgimit të dhomave të specializuara në Hagë. Në vendimin e marrë nga gjykata, arsyeja e refuzimit është se ekziston rreziku që ai të pengojë rrjedhën e procedurës gjyqësore, si dhe ekziston rreziku për kryerje të veprave tjera penale, veçanërisht ndaj dëshmitarëve apo personave të lidhur me rastin. Gjykata vlerësoi se mbyllja e rastit nga prokuroria nuk përvën ndryshim thelbësor të rrethanave që do ta justifikonte lirimin e tij. Në vendimin e gjykatës tutje thuhet se asnjë masë alternative përfshir arrestin shtëpiak apo mbikëqyrjen nga policia e Kosovës nuk është e mjaftueshme për të zvogluar këto rreziqe. Gjykata vlerësoi se paraburgimi i Veselit mbetet i nevojshëm dhe proporcional pavarësisht kohës zgjatjes së tij. Forcat e armatosura të Polonisë njoftuan se avionët luftarak polak dhe të aleatëve u ngritën në ajër këtë mëngjes pasi Rusia ndërmori sulma ajrore ndaj Ukrainës perëndimore pranë kufirit polak. Komando operative e ushtrisë polake bëri ditur se krahas avionëve, sistemet e mbrojtjes ajrore toksore dhe radarët e zbulimit u vendosën në gatishmëri të shtuar. Këto masa janë parandaluese dhe synojnë sigurimin dhe mbrojtjen e hapësirës ajrore, veçanërisht në zonat ngjitur me rajonet e kërcënuara, thuhet në deklaratë, që prej fillimit të pushtimit rus të Ukrainës, Polonia është detyruar të vendosë avionët e saj luftarak në gatishmëri disa herë, duke përpjekur të mbrojë kufirin dhe hapësirën ajrore të NATO-s. Sulmet e fundit të Rusisë kanë shkaktuar ndërprerje emergjente të energjisë elektrike në Ukrainë, përfshir kryeqytetin Kiev dhe rrethinat e tij, ndërsa alarmet për sulma ajrore janë dëgjuar në pjesën më të madhe të vendit. Greqia, administrata Cipriote dhe Izraeli të hënë ranë dakord të thellojnë mëtej bashkëpunimin ushtarak dhe të sigurisë. Sot ram dakord të thellojmë bashkëpunimin tonë në siguri dhe mbrojtje, tha kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis në një konferencë të përbashkët për media me liderin greko-cipriot Nikos Christodoulides dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Duke folur për gazetarët, Mitsotakis tha se ky është takimi i 10 trepalësh i vendeve të tyre. Christodoulides nga ana e tij theksoi gjithashtu bashkëpunimin në rritjet në mbrojtje, siguri, turizëm dhe energji. Nuk ka kufi për perspektivat e bashkëpunimit midis tre vendeve, shtoi ai. Izraeli është faqur si një furnizues kryesor armësh për Athinën dhe administratën greke cipriote, duke ofruar lloje të ndryshme raketash të avancuara, dronë dhe sistemet luftës elektronike. Ushtria izraelite gjithashtu shpesh përdor territorin e dy vendeve për stërvitje dhe ushtrime. Por mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues për të takuar sërish me lajmet qendrore në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atë.